dhe nga Bora. Shtabi për situatat jashtëzakonshme është mbledhur sot në mesditë, ku ka diskutuar për situatën në vend, kryesisht pastrimin e rrugëve nga Bora. Kryetari Shqiprim Arifi ka thënë se është analizuar atë gjendje aktuale dhe puna që është bërë këtë javë në terren për pastrimin e Borës. Sipas tij, prioritet kanë qenë rrugët kryesore, cilat janë pastruar vazhdimisht, por dhe rëndësi të veçantë i është dhënë raste urgjente. Sipas tij, qytetarët nuk kanë respektuar disa nga konkluzionet e mbledhjes së parë, si mos vendosja zinxhirëve në vetura, pasaj qytetarë të cilët hedhjen e Borës e kanë bërë në rrugë. Kryetari Arifi ka falendëruar edhe kompanitë private, cilat në mënyrë vullnetare kanë pastruar rrugët sidomos nëpër fshatra. Na sot do kena bërë një analizë të gjendjes aktuale dhe të punës së cilën kena bërë në javën e kaluar dhe kena konstatuar që prioritetet të cilat i kena venduar në javën e kaluar janë realizuar të gjitha. Prioritet për neve kanë qenë që t'i kemi rrugët kryesore, nyjet kryesore t'i kemi të liruar dhe t'i kemi të qarkullueshme, normalisht me vështirësira, ajo është shumë normale, por t'janë të qarkullueshme, gjë e cila është realizuar në këtë formë na kene siguruar qytetarëve që në rastet urgjente dhe në rastet ku kanë pas nevojë të qarkullojnë qytetarët, të qarkullojnë, dhe gjë e cila ka ndodhur. Gjithashtu kena analizuar edhe si më thon, respektimi i konkluzioneve të cilët ne i kena nxjerr në javën e kaluar, sidomos nga ona e qytetarëve. Na kena vërejtur prapë se zinxhirët tek veturat nuk janë përdorur aq sa kemi shpresuar dhe kërkuar, jo për neve, por për sigurinë e vetë qytetarëve. Ne kena pasur disa intervenca për shkak se kanë mbetur kerra, vetura kanë mbetur në vende të ndryshme për arsye se nuk kanë pasur zinxhira, gjë e cila neve na ka marrur kohë, na ka angazhuar edhe më tepër se sa vetëm kemi qenë të angazhuar. Kemi vërejtur gjithashtu edhe një konkluzion i cili nuk është realizuar prapë, është trotuarët, normalisht që kamionët të cilët punojnë në rruga e bartin Borën në trotuare, se bëhet fjalë sidomos në qytet, dhe nuk është nga logjika dhe nga inteligjenca që qytetarët pastaj të marrin Borën dhe të fugin prapë në rrugë, për arsye se kjo krijon një pasiguri për dikën tjetër, ndoshta kemi hekën Borën në trotuar, por kena rrezikuar dikën tjetër në rrugë. Dhe edhe kjo nuk është respektuar aq sa kemi shpresuar. Çka kemi vërejtur është që disa kompani janë angazhuar në mënyrë kështu vullnetare, që ka qenë gjithashtu një konkluzion i javës së kaluar, është për të përshëndetur që kompani të ndryshme private janë munduar aty ku kanë pas mundësi të intervenojnë. Kryetari Preshevës ka potencuar se këtë vit pastrimi i rrugëve nga Bora i është besuar ndërmarrjes publike Moravica, e cila më pas ka kontraktuar ndërmarrje tjera, por deri më tani ofertën e ka pranuar vetëm Sava Bellça. Ky bashkërendim efikas ka dhënë edhe rezultatet e para, ku Presheva është radhitur në mesin e 10 komunave në Serbi për efikasitetin dhe menaxhimin e situatës pas rresheve të mëdha të Borës në vendin tonë. Këtu në këtë kontekst duhet të sqaroj edhe diçka që ndoshta qytetarët nuk e kanë të gjithë qartë. Si vjet kemi pasur tender për mirëmbajtjen e Stinës Dimrit dhe Borës, por ai tender për neve nuk ka qenë aq kualitativ që kemi thënë që e vlen të procedohet ashtu, sidomos që kanë proceduar viteve të fundit pushteti i mëhershëm, dhe kena anuluar atë tender dhe kena angazhuar Moravicën që në bashkëpunim me kompaninë Sava Bellça dhe një tjetër kompani, e cila të dytë kanë rënë dakord që kanë lidhur kontrakt, domethënë janë kontraktor të Moravicës, të kenë përgjegjësinë e mirëmbajtjes të Borës. Ajo tjetër kompani është larguar për arsye të cilat nuk mundemi përcjell për çfarë arsye, kurse Sava Bellça prej start me nën udhëheqjen e Moravicës ka intervenuar në gjendjen tonë këtu dhe të dytë së bashku kanë bërë një punë të mrekullueshme,
dhe ne jemi të kënaqur, gjë e cila edhe ka reflektuar edhe në qendrën në Beograd, ku načelniki kryesor i situatave të jashtëzakonta neve na ka cilësuar si një komunë e cila ndër 10 më të mirë të cilët e kanë menaxhuar këtë situatë në gjithë territorin e Serbisë. Krahasimi i cili bëhet me komunat tjera këtu në rajon, sidomos me Bojanocin, është jo i përshtatshëm ose jo proporcional për arsye se ne ka pas 3 herë më shumë borë dhe ka pasur shumë më shumë ngarkesë nëpërmjet kësaj. Acaria dhe era ka bërë atë pjesën e vet që ne ka vështirësuar edhe më shumë, por sasia e borës së na thjesht ka qenë më e madhe. Ne gjithashtu nuk kemi qenë të kënaqur që qytetarët nuk i kanë përdorur mekanizmin e bashkisë lokale, kryetarin sidomos të bashkisë lokale që të bëjnë kërkesën e tyre për ndërhyrje ose intervenime në atë bashki lokale, gjë e cilën edhe një herë duhet të theksoj që qytetarët të koordinohen me kryetarët e bashkive lokale. Një gjë tjetër të cilën duhet ta theksoj është që kena bërë ndërhyrje me urdhrin tonë gjithashtu edhe me shërbimin e shëndetësisë, është bërë në disa vendbanime, sidomos në Karadakun tonë, që ka qenë në shumë rëndësi për arsye se njerëzit agjenant qytetarët tonë nuk e kanë gjithmonë mundësinë teknike edhe me bërë kërkesa tek shtëpia e shëndetit. Në kësaj radhe kena thonë na bashkojmë çetërnon, edhe pi dërgojmë njerëz tonë teknik të fushës së medicinës, më falni, në ato vendbanime që të jemi preventiv në qasjen tonë, edhe kjo është realizuar. Edhe drejtori i ndërmarrjes publike Moravica, Gazmend Aliu, ka thënë se makineritë në teren kanë qenë 24 orë, ku aty ku është kërkuar nevoja më emergjente është intervenuar, por gjithmonë duke marrë parasysh prioritetet e caktuara nga shtabi i emergjencave. Po si që cekti edhe kryetari, unë situata ka qenë vështirë. Jemi ballafaqur me një situatë e cila edhe pse ishte e pritur, sepse jetojmë në sezonin e dimrit, por megjithatë Mbora u shfaq me një sasi më të madhe se që pritej. Ne tanë kohën jemi munduar që ta menaxhojmë situatën, edhe besoj se kemi pas situatën nën kontroll, edhe pse vështirësitë kanë qenë evidente, çka është normale, por arterjet kryesore gjithmonë kanë qenë të qarkullueshme. Ne kemi pas prioritetet tona, kemi pas rastet vdekjes, u deshte të asistojmë njerëzit që t'i varrosin më të afërt e tyre, kemi pas rastet lindjeve, edhe aty u deshte asistenca jonë, kemi pas smundje akute, e gjanat ndryshme, urgjente, i quaj urgjente, ku ne është dashur ju japim prioritet. Pas këtyre prioriteteve, prioritetet tjera kanë qenë si që është arterjet kryesore, rrugët e fshatrave që i lidhen me qytetet dhe rrugët e fshatrave që i lidhen me zveti. Pas këtyre prioriteteve, prioritet ka qenë deblokimi i institucioneve shtetërore, lokale, si që shtëpia e shëndetit, shkollat, shtëpia e kulturës, policia, gjithë ato. Besoj se ja kemi dalë, e dim se pritshmëritë e qytetarëve kanë qenë më të mëdha, herë pas here kanë qenë edhe pa vend, duke mos na lënë që ta kryjmë punën tonë ashtu siç e kishim planifikuar. Ne e dim që bora gjithmonë paraqet vështirësi, fundit ka vende shumë më të forta, komuna shumë më të zhvilluara se ne, kanë hasë në vështirësi të njëjta, ndoshta kanë pasur vështirësi më të mëdha. Ashtu siç e ceki kryetari, dua ta falenderoj kryetarin, pushtetin lokal, tanë kohën kanë qenë për krah neve. Komuna shumë më të zhvilluara se ne kanë pasur probleme më të mëdha. Ne jemi ndër 10 komunat në Serbi, që e kemi menaxhuar gjendjen më mirë, kështu që ne vazhdojmë të punojmë, vazhdojmë të kemi gjendjen në kontroll, vazhdojmë të përgatitemi për rreshjet e mundshme tashme, të cilat priten. Ne kërkuam nga shtabi që të vazhdojtë në përkrah, ashtu që na ka përkrah deri tash, duke ju premtuar që ne do të jemi në ngatishmëri maksimale 24 orë që t'ju dalim ndihmë qytetarëve tonë. Kryetari Arifi, gjatë konferencës për media, ka kritikuar drejtorin e shkollës Leran,
ku gjatë këtyre 3 ditëve nuk është mbajtur mësim, edhe pse sipas kryetarit Arifi, rruga ka qenë e hapur dhe nuk ka patur arsyetime për mos fillimin e procesit mësimor. Kemi pasur edhe një gjë e cila ka qenë për mua që më ka befasuar pak, është paralajmëruar që shkolla Leranit të stopoje mbajtjen e mësimit shkollor, arsimor, për arsye se rrugët nuk kanë qenë të qarkullueshme. Gjithashtu e dim që edhe kjo shkollë në këtë javë ka mbajtur në mbledhjen e Këshillit Drejtues, ku me shumë shkelje ligjore dhe teknike është bërë vendimi i imponuar të një drejtori, për mua të them jo më institucional edhe i cili le për të dëshiruar në mënyrë institucionale, që ndoshta ka këtë arsye se ai e ka cilësuar se këtë javë mos mbahet mësimi shkollor në ato vende. Në atë në shtab analizuam edhe këtë çështje dhe të gjithë pjesëmarrësit në shtab kanë konstatuar që rrugët kanë qenë të qarkullueshme. Rrugët, sidomos kur është bërë konstatimi i atij thojza drejtorit, në atë ditë për menjëherë edhe një herë kemi dërguar mjetë, sidomos bulldozerin e madh, i cili ka shku deri tek asfalti, por edhe ditëve më hershëm në mbrëmje kanë qenë në stafi jon në ato vendbanime në atë pjesë të komunës sonë dhe kanë qenë këtë të qarkullueshme, siç e thash edhe në fillim, normalisht të qarkullueshme me vështirësi, por autobusi dhe mjetet tjera, veturat e tjera kanë mujtën të qarkullohen. Normalisht gjithnjë ka me pasën ankesa ose edhe kërkesa për më shumë punë. Unë du këtu t'i them të gjithë qytetarëve që ne e kena bërë absolut atë e cila ka qenë në mundësiet tona, kena përdorur të gjitha mekanizmet për të mujtur të jemi në shërbim të qytetarëve në këto kohë të vështira kohore, dhe unë du këtu t'i faleminderoj shërbimeve të ndryshme, në veçanti ndërmarrjes publike Moravica, e cila ka qenë 24 orë online dhe të gjitha kërkesat të cilat janë bërë në gjithë territorin tonë nga qytetarët i kanë përcjellur dhe i kanë kryer në mënyrë kualitative. Kështu që na mundemi të themi edhe shoqërisë Zotit që nuk kena pasën rast vdekje, kena pasën në 90% të territorit tonë kena pasën rrymë non-stop, megjithëse kena pasën edhe ngarkesë nga qytetarët tonë të cilët kanë ardhur në këtë kohë nga diaspora. Në përgjithësi kemi kaluar këtë kohë shumë mirë, sesa në krahasim me disa komuna tjera, ku në afërsi tonë në shembull Nishi, i cili ka pasur ekstremisht probleme dhe është vlerësuar nga vetë qeveria që nuk e ka menaxhuar ashtu siç duhet. Unë njëherë këtë duhet ta theksoj dhe mendoj se është përgjigje për të gjithë ata të cilët gjithnjë janë skeptik ose janë negativ, se na jena një nga 10 komunat të cilët e ka menaxhuar më së miri këtë situatë në gjithë territorin e Republikës së Serbisë.